Valet e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. A e dini se çfarë ndodh sa herë që Perëndia ju thotë të prisni? Dora mbrojtëse e një ati të dashur thotë: a dëshiron më të mirën? Më jep kohë që të punoj për të sipas mënyrës time. Ky është zëri i Zotit. Të dashur dëgjues, përshëndetje. Takohemi sot në emisionin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Çdo ditë ne thithim shumë zëra, sinjale apo mesazhe të ndryshme, radio, televizor, gazetat, kompjuterat, bisedat me miqt, familjen apo kolegët e punës kërkojnë vëmendjen tonë. Pra, është shumë e rëndësishme të dimë se si të shoqërisim përmes gjithë kësaj rrëmuje dhe të identifikojmë zërin e Zotit. Në programin e sotëm, Dr. Stanley na jep udhëzime biblike për të njohur zërin e Zotit. Qëndroni me ne. Principet e çmuara nga fjala e Perëndisë që do të dëgjoni sot do t'ju ndihmojnë ta dini me siguri se kur ju ka folur Zoti. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Të gjithë ne kemi kohë në jetën tonë kur i kërkojmë Zotit të na jap drejtim për situata të ndryshme të jetës sonë. Shpeshherë ato vendime janë kritike dhe të rëndësishme. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të sigurohemi se kemi dëgjuar nga Zoti dhe nuk është vetëm një mendim i ynë. Si mund ta dimë me siguri nëse po dëgjojmë nga Zoti apo jo? Titulli i mesazhit të sotëm është: Të njohësh zërin e Zotit. Le të shkojmë së bashku tek Mateu kapitulli 16. Në këtë kapitull jepet një ngjarje me Jezusin dhe Pietrin, që është një shembull i mirë i dëgjimit të dy zërave të ndryshëm, pa e kuptuar se janë të tillë. Mateu kapitulli 16, vargu 13. Pastaj Jezusi, mbasi arriti në krahinën e Cezares së Filipit, i pyeti dishepujt e vet: Kush thon njerëzit se jam unë? I biri i njeriut. Jezusi u bëri një pyetje dishepujve të tij. Ai tha: Kush thon njerëzit se është biri i njeriut? Ata i dhanë atij disa përgjigje në vargun 14. Dhe ata thanë: disa gjon pak zori, të tjerë Elia, të tjerë Jeremia ose një nga profetët. Vargu 16. Dhe Simon Pietri, duke u përgjigjur, tha: Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Në vargun 17 Jezusi tha: Dhe Jezusi duke ju përgjigjur u tha: I lumur je ti o Simon, biri i Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi, as gjaku, por Ati im që është në qej. Pastaj Jezusi u tha atyre se ai do të ndërtonte kishën e tij mbi atë rrëfim besimi, pra mbi faktin që ai është Mesia dhe Zoti Jezus Krisht. Ai foli për çelësat e mbretërisë dhe kështu me radhë. Pastaj tek Mateu kapitulli 16, vargjet 21 deri në 23, thuhet: Që nga i çast, Jezusi filloi t'u sqaroi dishepujve të vet se i duhet të shkonte në Jeruzalem të vuante shumë për shkak të pleqjve, të krerëve, të priftërinjve dhe të skripëve, se do të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë. Atëherë Pietri e mori mënjan dhe nisi ta qortoi duke thënë: O Zot, të shpëtoft Perëndia, kjo nuk do të ndodh kurrë. Por ai u kthye dhe i tha Pietrit: Shporru prej meje, o Satan, ti je një skandal për mua, sepse s'ke ndërmend punët e Perëndisë, por punët e njerëzve. Fraza e fundit, sepse s'ke ndërmend punët e Perëndisë, por punët e njerëzve, sikur na huton pak. Kjo do thotë që ne mendojmë më shumë për punët e njerëzve sesa për punët e Zotit. Kjo është arsyeja që kur shkojmë tek Zoti për drejtim, për situata të ndryshme në jetën tonë, është më e lehtë të dëgjojmë atë çfarë duam ne sesa atë çfarë do Zoti që të dëgjojmë. Si ta dallojmë zërin e Zotit në krahasim me gjithë zërat e tjerë, mendimet e të tjerëve dhe zërin e Satanit? Do doja të merrnit një laps dhe një letër dhe të bëheshit gati të shkruanit, sepse unë do t'ju jap një listë të gjatë mënyrash se si mund të dalloni nëse po dëgjoni nga Zoti apo vetëm thjesht nga vetja juaj, nga dikush tjetër apo nga vetë djalli. Nuk dua të bëj shumë koment për secilën nga mënyrat, por të paktën dua që ju t'i mbani shënim në mënyrë që kur të keni diçka, atëherë të mund të përcaktoni nëse po dëgjoni nga Zoti apo jo. A është ky zëri i Zotit apo diçka tjetër? Mos vallë dua të manipuloj situatën time apo po dëgjoj me të vërtetë nga Zoti. Gjë e parë që dua t'ju them është kjo: nëse ju flet Zoti, atëherë mund të jeni të sigurt se çfarë do lloj gjëje që të thotë do të jetë në përputhje me fjalën e tij.
Çdo gjë që thot do të jetë në përputhje me shkrimin. Perëndia nuk thot kurrë diçka që nuk është në përputhje me fjalën e tij. Shpeshherë dëgjoj njerëz që më thonë: "U luta, dhe ja se çfarë më tha Zoti." E kam parë që ajo çfarë pretendonin se u kishte thënë Zoti ishte komplet në kundërshtim me fjalën e tij. Sa po largoheshin, më vinte të kthehesha në anën tjetër dhe të qaja sepse nuk ekziston asnjë mënyrë që Perëndia të thotë bëj këtë dhe ajo çfarë ai thotë të jetë në kundërshtim të plot me fjalën e tij. Perëndia nuk mund ta kundërshtojë vetveten dhe ai nuk ka për të thënë kurrë diçka që bie në kontradikt me fjalën e tij. Bibla është fjala e gjallë dhe e shkruar e Zotit. Prandaj ai nuk do ta kundërshtojë kurrë atë çfarë është shkruar në të. Mateu kapitulli 16, vargu 21. Që nga i çast, Jezusi filloi t'u sqarojë dishepujve të vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë për shkak të pleqjve, të krerëve, të priftërinjve dhe të skripëve, se do të vritej dhe do të ringjallej të tretën ditë. Jezusi tha: "Është e volitshme që unë të shkoj në Jeruzalem. Kur të shkoj atje, do të përballem me kundërshtimin e krerëve fetar, skripëve dhe pleqjve. Do të kemi një konflikt gjatë të cilit unë do të vritem dhe në ditën e tretë do të ringjallem." Mateu kapitulli 16, vargu 22. Atëherë Pietri e mori mënjan dhe nisi ta qortoi duke thënë: "O Zot, të shpëtoft Perëndia, kjo nuk do të ndodh kurrë." Vini re se çfarë i ndodh Pietrit. Pietri e mori Jezusi mënjan dhe i tha: "Kjo nuk ka për të ndodhur në asnjë mënyrë, nuk kam për të lejuar që të ndodhë kjo gjë. Kjo nuk ka për të ndodhur kurrë. Çështja është se kush kishte të drejtë, Pietri apo Jezusi? A thot shkrimi se Mesia do të vdiste, apo thot se do vinte me fuqi për të shkatruar perandorinë romake dhe për të vendosur një mbretëri në tokë? Çfarë thot shkrimi? Tek Isaia kapitulli 53, Bibla e përshkruan Mesian e ardhshme si Mesi që do të vuajë, do të vritet dhe mëkatet tona do të vendosen mbi të. Pietri duhet kishte pyetur veten: çfarë thot Testamenti i Vjetër për këtë që po dëgjoj? Pra, cila është dëshmia e fjalës së Zotit? Nëse do të kishte marrë kohë për të menduar, do të arrinte në përfundimin: kjo nuk më pëlqen, nuk përshtatet me mendimin tim, por në fund të fundit është ajo çfarë thot shkrimi. Tani dëgjoni me kujdes. Perëndia atë nuk do të na thot kurrë diçka që bie në kundërshtim me fjalën e tij. Po atëre, si ta marr vesh që kam dëgjuar nga Zoti? Nga ta di që fjala e tij nuk bie në kundërshtim me shkrimin kur nuk e njoh fjalën e tij. Ja pra pse është kaq e rëndësishme të njohësh fjalën e Zotit. Ti nuk mund ta jetosh jetën e krishterë dhe nuk mund të gjesh dot drejtim për jetën tënde pa njohur fjalën e Zotit. Shembulli i Pietrit është një shembull i përsosur i dhunimit të kësaj të vërtete. Pietri thotë: "Kjo nuk ka për të ndodhur në asnjë mënyrë." Si mund të jemi zgjuar? Duke qëndruar në fjalën e Zotit, duke lexuar dhe dëgjuar atë çfarë thot Zoti. Për të marrë vesh nëse diçka është nga Zoti apo jo, unë duhet të pyes: a bie kjo fjalë në kundërshtim me shkrimin? Gjëja e dytë që dua të mbani shënim është kjo: ndonjëherë ajo që na thot Zoti mund të bjerë ndesh me arsyetimin njerëzor. Dikush mund të thotë: pse, a nuk mund të thot Zoti gjëra që përputhen me arsyetimin njerëzor? Le të shohim Mateun kapitulli 16 vargun 18. Dhe unë po të them gjithashtu, se ti je Pietri, dhe mbi këtë shkëm unë do të ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Ne sapo pam që Pietri dëgjoi Zotin Jezus duke thënë: Pietër, ti ke plotësisht të drejtë. Unë jam Mesia dhe do të ndërtoj kishën time mbi rrëfimin e besimit që bëre ti. Rrëfimi i besimit është që Jezus Krishti është biri i Perëndisë së gjallë. Por çfarë thot arsyetimi njerëzor? Arsyetimi njerëzor thot: nëse ky njeri është Mesia, biri i Perëndisë së gjallë, atëherë ai do të shkatërrojë perandorinë romake, do të vendosë mbretërinë në tokë dhe të gjitha profecitë e Testamentit të Vjetër do të përmbushen. Sepse kjo ishte ajo çfarë po prisnin judejnë dhe Pietri thot: lavdi Zotit që do ta shohim këtë gjë të ndodh tani. Pasi Jezusi përforcoi faktin se ai ishte Mesia, u thot dishepujve të tij: unë do të shkoj në Jeruzalem dhe pleqt, krerët e priftërinjve dhe skribët do të më vrasin, pastaj ditën e tretë do të ringjallen. Pietri thot: mos vallë po thua se kjo turm do të vras ty, Mesian? Në asnjë mënyrë. Ajo çfarë po thoshte Jezusi nuk përputhej me arsyetimin njerëzor të Pietrit. A e mbani mend çfarë tha Zoti tek Isaia kapitulli 55 vargu 8? Mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët e mia nuk janë rrugët tuaja, thot Zoti. Zëri i Zotit që i flet shpirtit ton përmes frymës së shenjtë bie ndesh me arsyetimin njerëzor.
Ne nuk duhet të jetojmë me anë të arsyetimit. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të përdorim mendjet tona, por që ndonjëherë kur Zoti na jep drejtim për diçka në jetë, ajo mund të mos përshtatet me arsyetimin ton. Nëse ecim në frymë, askush nuk mund të na kufizojë. E vetmja gjë që mund të na kufizojë është ajo që mëson fjala, dhe jo arsyetimi njerëzor. Gjëja e tretë që do të doja të shënonit është kjo: kur dëgjojmë Zotin dhe e dim që po dëgjojmë zërin e dur, atëherë ai zë do të përplaset me natyrën tonë mishore. Të gjithë ne kemi dëshira në jetë dhe nuk ka asgjë të gabuar me kënaqësitë dhe argëtimet në jetë. Perëndia nuk është një Zot pa gjallëri. Jeta e krishterë nuk është një jetë e zbet. Ajo është një jetë e gëzueshme, plot ngjyra. Kur ecim në bindje ndaj tij, jeta bëhet gjithnjë e ngazëlluese. Perëndia nuk dëshiron që njerëzit e tij të jetojnë me fytyra të varura. Ai është një atë qiellor i mrekullueshëm që kërkon më të mirën për bijtë e tij. Donjëherë kur vim tek Zoti, ne kemi dëshirat tona specifike, dhe kur ndodh kjo gjë, atëherë është e lehtë për ne të mendojmë: kjo duhet të jetë ajo çfarë po më thot Zoti. Në fakt, nëse ajo përputhet me mishin dhe dëshirat tona, atëherë nuk është ajo çfarë thot Zoti. Më lejoni t'ju jap një shembull të asaj që mendon Pietri. Me siguri po thoshte me vete: ky është Mesia. Perandoria romake do të thyet. Pietri arsyeton në këtë mënyrë: nëse ky është Mesia, atëherë ai do të themelojë një mbretëri këtu në tokë, dhe meqense jam një nga 12 dishepujt e tij, madje jam edhe në rrethin e tij të ngushtë me Jakobin dhe Gjonin, do të kem një pozitë të lartë. Nëse Jezusi do të themelonte këtë mbretëri në tokë, Pietri po mendonte se do të kishte një pjesë të madhe të saj. Me fjalë të tjera, ai mund të kishte ndonjë pozitë të lartë, madje mund të bëj edhe kryeministër. Të paktën do të kishte një rol të rëndësishëm në këtë mbretëri. Tani ky njeri që po ndiqte, Jezusi, për të cilin ata besonin se ishte Mesia, thot se do të vdes në duart e kësaj turme të zëmruar. Krejt papritur, ambicia personale e Pietrit kërcënohet. Edhe kështu Pietri mendon: kjo nuk mund të jetë nga Zoti. Nuk ka mundësi që të jetë nga Zoti. Po pse vallë? Sepse thellë brenda tij, Pietri po humbiste diçka. Ndonjëherë Perëndia na thot diçka dhe ne themi: unë do të dëgjoj Zotin, çfarëdo që të më thot, unë do ta bëj. Dhe ja, Zoti thot: ja se çfarë dua të bësh. Ne mendojmë: me sa duket nuk duhet të kem dëgjuar sakt. Por Zoti thot: po, dua që ta bësh atë çfarë të thash. Në një farë mënyre, apo në një tjetër, fillojmë të arsyetojmë. Zoti nuk ka për të na thënë kurrë diçka që kënaq mishin. Nuk po them se në jetën e krishterë nuk mund të kemi kënaqësi, dëfrime, gëzime dhe lumturi, por kur bëhet fjalë për vendime, ajo çfarë dëgjojmë nuk duhet i pëlqejë mishit apo mëkatit që të gjithë e kemi brenda nesh. Kur Perëndia flet, ai nuk thot diçka që kënaq mishin, por diçka që kënaq frymën e Zotit brenda nesh. Numër 4. Ne e dimë me siguri që Zoti ka folur, kur ajo çfarë ka thënë sfidon besimin ton. Dëgjoni se çfarë i ndodhi Pietrit. Jezusi tha: Pjetër, unë do të shkoj në Jeruzalem, do të vuaj në duart e pleqjve, skribëve dhe farisejve, por jo vetëm kaq, do të vdes dhe do të ringjallem në ditën e tretë. Çfarë? Prit një minutë, të vdesësh dhe të ringjallesh ditën e tretë? Tani po flasim për sfidën e besimit të Pietrit. Pietri mendon: ti sapo na the që je Mesia dhe tani po na thua se do të vritesh nga kjo turm dhe se do të ringjallesh ditën e tretë? Çfarë po ndodh? Pietri nuk po kuptonte. Kjo gjë nuk përputhej me arsyetimin e tij njerëzor. Zoti Jezus, duke i treguar Pietrit se çfarë do të ndodhte, po sfidonte besimin e tij. Pietri beson në Jezusin. Ai e ka parë atë, e ka vëzhguar. Pietri ka qenë me Jezusin plot 3 vjet. Tani Jezusi i thot se do të vdes dhe do të ringjallet ditën e tretë. Besimi i Pietrit sfidohet. Kjo do të thotë që ai fillon të mendojë: nëse Zoti Jezus thot se duhet të vdes, atëherë kjo duhet të jetë drejt. Nëse thot se do të ringjallet ditën e tretë, më duhet ta besoj këtë pavarësisht se si më duket apo se si ndihem brenda meje. Të gjithë ne kur dëgjojmë Zotin, do të shikojmë se ajo çfarë thot ai është në përputhje me fjalën e tij, bie ndesh me arsyetimin njerëzor dhe nuk tërheq mishin. Zoti dëshiron të sfidojë besimin ton sepse një nga aktivitetet kryesore të tij në jetën ton është të na rrisë në besim. Kur bëhet fjalë për të shërbyer Zotit, ne jemi të vlefshëm sipas forcës së besimit që kemi. Nëse kemi pak besim, do t'i besojmë Zotit për gjëra të vogla. Nëse kemi besim të madh, do t'i besojmë Zotit për gjëra të mëdha.
Nëse kemi besim të përsosur, do të besojmë gjithçka që thot ai. Ne nuk arrijmë njëherë në atë pikë të jetës sonë, por do të arrijmë atje shpejt vetëm nëse mësojmë të pranojmë atë çfarë thot Zoti në fjalën e tij, pa dyshuar. Sa më gjatë ta jetojmë jetën e krishterë, sa më shumë ta njohim Zotin duke punuar në jetën tonë, aq më shpejt do të shkojmë nga besimi i vogël tek besimi i përsosur. Gjë që do të thotë se nëse Zoti ka thënë diçka, atëherë është një lloj sikur të kishte mbaruar, edhe pse nuk ka ndodhur ende. Sa më shumë të ecim me Zotin, sa më shumë të bindemi atij, sa më shumë të kuptojmë fjalën e tij, aq më shpejt do të lëvizim nga vendi i besimit të vogël tek vendi i besimit të përsosur në rrethanat tona. Pjetri në këtë pikë të jetës së tij po lufton me idenë e vdekjes dhe ringjalljes. Por çfarë po ndodh? Perëndia është në procesin e sfidës dhe të rritjes së besimit ton, sepse ndërkohë që besimi ynë forcohet dhe rritet, ai e bën testin pak më të vështirë. Nëse Zoti do të na kishte treguar në fillim të jetës sonë se me çfarë do të përballeshim në jetë në mënyrë që të forcoheshim në rrugët e Zotit, me siguri do të kishim thënë: Zot, më merr më mirë në shtëpi që tani, nuk mund të përballem dot me to. Me shumë mundësi shumica prej nesh mund të ketë thënë kështu. Zoti ynë është kaq i mirë dhe i mëshirshëm saqë nuk na tregon sot se si do ta testoj besimin ton në të ardhmen. Ai e di që ne kemi edhe shumë vite përpara për të ndërtuar atë lloj besimi. Tani më dëgjoni me kujdes. Nuk po them se të gjitha gjërat që po ndaj me ju do të jenë të vërteta çdo ditë të jetës sa herë që do t'ju duhet të merrni një vendim. Jo, unë po flas për ato vendime për të cilat ju nuk jeni të sigurt. Donjëherë kur Zoti flet, ju e dini që është nga ai. Nuk kemi pse të shqetësohemi për këtë pjesë. Unë po flas për ato kohë kur ne nuk jemi të sigurt dhe mendojmë: a është kjo ajo që po thot Zoti me të vërtetë? Apo është vetëm ajo që mendoj unë? Është kjo vërtet ajo që dua? A është kjo ajo që të tjerët mendojnë? Po sikur të jetë ndikimi i të tjerëve. Osvald, po më flet djalli? Çfarë është kjo? Ajo çfarë duam të dim të gjithë ne është që kemi dëgjuar nga Zoti. Shpesh vendimet sfidojnë besimin ton. Kjo është mënyra se si vepron Zoti, sepse ai përfiton nga çdo mundësi e vetme për të ndërtuar besimin në ne. Perëndia lavdërohet dhe nderohet kur ne i besojmë dhe i bindemi atij. A do ta acceptosh zemrën e Zotit? Mjafton të thuash: Zot, unë nuk e besoj këtë. Ti nuk mund të jesh kaq i mirë me mua, nuk është e mundur Zot. Nuk mund të jetë e vërtet. Ky proces mendimesh e brengos zemrën e Zotit. Sa herë që themi: Zot, nëse ti e ke thënë këtë, atëre unë e besoj. Pavarësisht çmimit, unë zgjedh të bindem ty. Kjo gjë e nderon dhe e bekon atë. Ky është adhurimi i vërtet. Nëse Zoti të sfidon në një fushë të caktuar, por aty nuk ka as sfidë dhe as besim, atëherë vendos një pikë pyetje dhe thuaj: Zot, nëse kjo gjë nuk do të sfidoj as pak besimin tim, atëherë më duhet të pyes nëse je ti apo jo. Numri 5. Shpesh kur Zoti flet, ai na bën thirrje për kurajo. Jezusi i tha Pjetrit dhe dishepujve të tij: unë duhet të vdes dhe të ringjallem. Ai nuk tha: ja se çfarë do të ndodhi. Ai thjesht tha: do të ringjallem ditën e tretë. Para se Jezusi të thoshte diçka tjetër, Pjetri e ndërpreu dhe tha: jo, kjo është skandaloze, nuk mund të ndodhë ty. Kjo nuk ka për të ndodhur kurrë. Këtu apostulli Pjetër sfidohet që të ketë guxim dhe të ecë edhe në mes të asaj kohe të vështirë që do të kalonte. Mendoni pak, ai ndodhej para mësuesit të tij që e donte me gjithë zemër dhe po mendonte: mos vallë duhet të rri duar lidhur dhe të shikoj atë çfarë do t'i bëjnë krerët e priftërinjve dhe skribët këtij njeriu që e dua, këtij njeriu që i kam besuar jetën e përjetshme dhe për të cilin lash rrjetat e mia të peshkimit dhe jetën time për ta ndjekur. Tani ai po më thot se do të vdes. Çfarë do të ndodhë më tej? Çfarë do të më duhet të bëj? Cili do të jetë hapi tjetër? Kjo ishte një sfidë serioze për guximin e Pjetrit. Më lejoni t'ju pyes: a jeni të gatshëm t'i besoni atij? A keni kurajo ta ndiqni atë edhe atëherë kur nuk e dini ku jeni, ku do shkoni, çfarë do të ndodhë dhe cilat do të jenë rrethanat? Mendoj se shpesh Zoti na sfidon për të marrë vendime. Ne do ta kuptojmë që është zëri i Zotit vetëm nëse ai kërkon guxim nga ne. Le të shohim së bashku tek kapitulli i parë i Josueut. Ky është një nga shembujt më të bukur në shkrime dhe një nga më të preferuarit e mi. Kur ndodhem në situata të vështira, shkojmë me shpejtësi tek Josueu kapitulli i parë. Besoj se mbani mend që Mojsiu vdiq
dhe Zoti ka folur Josueut për të marrë vendin e Mojsiut. Zoti do ta udhëheqë atë për të drejtuar popullin e Izraelit përgjatë lumit Jordan dhe në tokën e premtuar. Jam i sigurt se kur Josueu e ka dëgjuar për herë të parë atë mesazh, është hutuar dhe ka menduar, por prit pak Zot, Mojsiu ishte shërbëtori yt i zgjedhur dhe ai nuk mund ta drejtonte popullin përgjatë Jordanit. Si vallë mendon se unë do t'i çoj ata atje? Josueu kishte qenë bashkë me ta në shkretëtir për 40 vjet. Ai kishte parë gjithë rebelimin, mosbindjen dhe uljen ngritit e tyre. Te ky pasazh do të shohim një mënyrë të mrekullueshme se si na flet Zoti. Le të shohim së bashku tek Josueu, kapitulli i parë, vargjet 6 deri në 9. Vini re se çfarë përmend Zoti 3 herë në këtë pasazh. Zoti i thot Josueut: "Ji i fortë dhe trim, sepse ti do të bësh që ky popull të zotrojë vendin që u betova t'u jap etërve të tyre. Vetëm tregohu i fortë dhe shumë trim, duke u përpjekur të veprosh sipas tër ligjit që Mojsiu, shërbëtori im, të ka urdhëruar. Mos u shmang prej tij as djathtas as majtës që të kesh mbarsi kudo që të shkosh. Ky libër i ligjit mos u ndaft kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë shkruar, sepse atëherë do të kesh sukses në veprimet e tua. Atëherë do të përparosh. A nuk të urdhërova unë, ji i fortë dhe trim? Mos ke frikë dhe mos u thyej, sepse Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh." Çfarë bën Zoti 3 herë në këtë pasazh? Ai e inkurajon Josueun duke thënë: "Josue, ji i fortë dhe trim." Përse mendoni se Zoti ja thot këtë atij? Sepse Zoti e dinte që Josueu do të përballej me situata të vështira dhe ai e dinte që Josueu duhet të ishte trim. Shpesh Zoti na flet dhe kërkon nga ne gjëra që kërkojnë guxim. Kur Perëndia të sfidon, reagimi yt i parë është frika. Sa herë që ndodhesh në një situatë të tillë, ndalo dhe mendo: cila është rruga e natyrshme dhe normale se si flet Zoti? Çfarë bën ai në jetën tonë? Zoti do të merret me ato fusha në jetën tonë ku ne jemi të dobët. Çfarë do të bëjë Zoti nëse jemi frikacak? Ai do të na flasë në mënyrë që të na sfidojë duke kërkuar guxim nga ne. I njëjti Zot që kërkon guxim, siguron edhe guximin për ne. Çfarë po bën Zoti? Ai na sfidon në situata dhe rrethana të ndryshme në mënyrë që të ndërtojë dhe ta transformojë frikën në guxim të fuqishëm për të na bërë burra dhe gra të çmuara të Zotit. Perëndia përdor çdo rretham për të na sfiduar edhe për të forcuar besimin tonë. Në programin e ditës së sotme, Dr. Charles Stanley theksoi se mund të duhet guxim i madh për t'u bindur Zotit në disa situata të caktuara. Keni parasysh që Zoti do të sigurojë gjithmonë kurajon që kërkon bindje. Sa më qartë e shohim Krishtin, aq më saktë do të dëgjojmë zërin e tij. Duke e parë Zotin ashtu si është, ne do të largojmë çdo perceptim të gabuar që kemi. Tek Jakobi, kapitulli 4, 7-10 thuhet: "Nënshtrojuni pra Perëndisë. Kundërshtoni djallin edhe ai do të largohet nga ju. Afrohuni te Perëndia edhe ai do t'ju afrohet juve. Pastroni duart tuaja o mëkatar, edhe pastroni zemrat o njerëz me dy mend. Pikëlloni, mbani zi edhe qani. Të qeshurit tuaj le të kthehet në zi edhe gëzimi në trishtim. Përuluni përpara Zotit, edhe ai do t'ju lartësoj." Në përfundim të minutave tona të dashur miq, ju kujtojmë se ne presim letrat tuaja në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Na tregoni se si ju ndihmon programi ynë në ecjen tuaj me Perëndimin. Ishte kënaqësi të kalonim këto minuta së bashku. Do të ridëgjohemi bashkë herën e ardhshme. Zoti ju bekoft të gjithë. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.